Se nuk ka avokat, nuk ka asnjë arsye apo le të themi nuk ka justifikim përgjimi i një gjykatësi kushtetuese edhe kur dyshohet në situatë të tillë kombëtare. Gjykatësi kushtetues ka imunitet shumë të lartë, them unë, gati si imuniteti i parashikuar në 73 të kushtetutës. Nuk ndodh. Po nuk duhet dal nga tema, ajo që u bë, dhe unë do ta them sa herë ke mundësi këtë gjë, sepse është fakt konkret. Ajo që ndodhi është se zoti Altin Dumani si drejtuesi i SPAK-ut, unë mund ta them në terma çik më të thjesht moderuar, por fakti është që ka gënjyer. Në momentin kur është pyetur në lidhje a ka pas një përgjim, shkresë zyrtare nga kryetari i gjykatës kushtetuese Olta Zaçe, që i tha, a ka dieni SPAK-u që ka pas një përgjim në lidhje me gjyqtarin Genti Ibrahimi, një përgjim të paautorizuar, dhe ai ktheu përgjigje dhe tha, jo, nuk kemi përgjuar. Në ndër të kohë, më pas ndoli që vërtet kishte pasur një përgjim nga ana e SPAK-ut dhe BK-s për gjyqtarin Genti Ibrahimi. Ka padur përgjim nominalisht apo ka rënë rrjetën e përgjimeve zoti Ibrahimi? Nominalisht. Okay. Avokat, po trim te kjo është shkelje e rëndë, sepse nuk mund ta bësh një gjë tillë. Po trim këtu tani që mos ngatrohemi me këtë histori. Duhet ta shpjegoj një herë sa më thjesht që jetë mundur ku është problemi midis asaj që ka kërkuar Rama dhe ajo për cilën do më duhet të bëhet fakt. E nisi pak arbëri, po e jap në mënyrë të përmbledhur. Çështja e kompetencës apo jo. Bëhet fjalë për pezullimin. A është pezullimi kompetencë e një organi ekzekutiv apo një organi të drejtësisë? Pra, apo i merr organi i drejtësisë një kompetencë organit të ekzekutiv, kryeministrisë rasti konkret? Dhe unë po e them prapë, në kompetencën që ka kryeministri si institucion, po flas gjithmonë jo si Ram, po si institucion janë emërimi dhe shkarkimi i një ministri. Dhe ky ministër mund të jetë me veshje me imunitet si deputet, por dhe pa imunitet fare se nuk ndoshta s'është deputet fare. Prandaj është parashikuar te 103.3 për ministrin kjo gjë, sepse mund të ndodhin që ti të kesh ministër në një kabinetin tënd dhe një person i cili jo domosdoshmërisht është deputet. Dhe ke pasur raste të tilla. Tani, në qoftë se kryeministri ka për kompetencë jo ekskluzive, dhe një po e them, jo ekskluzive, emërimin dhe shkarkimin. Pse e them këto? Sepse dhe kur emëron dhe kur shkarkon një ministër, do duhet që t'i shkojë parlamentit për të marrë votën dhe presidentit për të marrë dekretin rreth. Pra nuk e ka në vetvete kompetencë ekskluzive kryeministri. Edhe shkarkimin apo emërimin e një. Sepse po t'ishte kështu, nuk ishte pse shkonte as parlament as në te presidenti për ta dekretuar. Zgjedhjen e ka ekskluzive. Zgjedhjen, po jo emërimin dhe shkarkimin. Për zgjedhjen, pra është procedurë. Po ne tani mua nuk duhet bëhem të merrem me loja fraresh, po të them jo pra se. Po jam atë se ka ekskluzive kryeministrit tani. Të lutem. Terma kushtetues. Ti thua zgjedhjen e ka, po jo emërimin dhe shkarkimin. Notarizimi është tjetër gjë. Mos e ngatron notarizimin me të drejtën për ta zgjedhur. A ka mundësi ti po flet për notarizimin, për procedurën. Jo, po më thon notarizim. Mos më kalot lutem. Harper, gjë këtu. Po sikur ngrihet parlamenti nesër dhe thotë nuk e dua Gent Cakën unë, siç ndodhi. Po janë procedura, more, është tjetër. Ma doli me Gent Cakën, nuk u pranua emërimi dhe funksionon. Po funksionoi. Po dhe funksion. Po këtë po thotë. Po këtë po them prapë burr. Po ekskluzive ka, se nuk e ka the. Nuk e ka ekskluzivitet. Ka zgjedhjen thot, po jo emërimin. Jo emërimin dhe shkarkimin, nuk e ka ekskluzivitet. Thoje më thjesht se të flasim thjesht notarizimi nuk e ka, dakor, nuk e ka. Më gjej sekond më burr, sepse këto janë terma kushtetues, ti do të kapesh kotër burr. Mos i avokat, po rrim këtu, rrim te. Po mos bëj debat kurse kisha mbaruar më burr. Po ta mbarojmë pra, se boni kaq naiv. Po ta mbarojmë pra, atë duam. Po ka tre gjëra më po them. Emërim, pezullim, shkarkim. Po, në rastin konkret, emërimin dhe shkarkimin, drejtësia nuk e ka marrë si kompetencë. Se as e ka emëruar dhe as e ka shkarkuar Belinda Ballukun. Dhe njëre po them, drejtësia, GKK-ja në vendimin e vet, as e ka emëruar dhe as e ka shkarkuar Belinda Ballukun. Çfarë kompetencë i ka marrë? Se emërim dhe shkarkimin ka kryeministri. Ku ja ka marrë kompetencën? Por kryeministri jo, këtu ka mund debat. Kryeministri e tha, efekti është i njëjtë. Okej. Pra efekti është i njëjtë me atë që thotë Nati. Se po ta shpjegoj këtë. Sepse në bazën e kësaj që sapo thash, do debatohet në gjykatën kushtetuese. Se për këtë kjo është pika e parë e kërkesës së kryeministrit. Kjo është pika e parë. Pra pezullimi është një akt që e ka kompetent
zoti kryeministër dhe ja mori gjyqësori, apo është një akt që nuk ekziston fare tek kompetenca e kryeministrit? Se nuk ekziston pezullimi. E pezullon tot një kryeministër një ministër? Jo. O e shkarkon o e mëron. E ka saktë ndalë këtë, sepse di çfarë ndodh. Dy kuptimet e mënyrës se si kuptohet diçka, ose më saktë dy metodat janë. E para është retorika, në cilin ti të mjafton të spekulosh, pa që të jesh të drejtë, dhe tjetra është logjika, e cila mundohet që të kuptojë të vërtetën në varësi të fakteve të një kriteri logjik. Tani çështja është këtu, që kemi të bëjmë me një analizë retorike përballë një analizë logjike, si e shikojmë si jurist. Ku qëndron problemi? Se këtu ka filluar gjithë mishmashi i idesë që duhet të pezullohet, është legjitime, s'është legjitime. Po ç'është kompetenca? Rritet kompetenca. Përveç të kompetenca, do të them këtë. Kur është bërë një përkatës, lidhet edhe me kodin e procedurës penale, nuk është saktësuar dhe ka është problemi teknikës legjislative kjo. Në qoftë se ti pezullimin e ke vetëm për funksionarët poshtë ministrit, pra drejtorie poshtë përcaktoja mos e le vakum ligjor. Kuptimin pa e përcaktuar. Thuaj masat e pezullimit do ekzekutohen për nivelin e drejtorie dhe poshtë, pra shef sektori, specialistë etj. Pra pezullimet nga detyra vlen vetëm për funksionarët publik, të cilët nuk janë antarë të Këshillit të Ministrave. Po se ka dhënë këto ajo? Një sekond. Prit. Ose ke dhënë, po mund vendoset. Në kanë fjalën që ti paraprish. Kjo tregon se çfarë jurista si shkruan këtë ligj. Dakor, edhe ti histori. Niveli i teknikës legjislative. Nuk po them që e kanë bërë të tillë se i kanë paraprisë kësaj situate, se po të kishin atë lloj inteligjencë, do ishin rregulluar shumë probleme të tjera ligjore. Problemi është që këtu ka një vakum që nuk shprehet dhe këtu prandaj legjitimoj spakun. Në moment që ti diçka nuk e thua qartë, gjë e ndaluar është e lejuar, gjë që nuk është e ndaluar është e lejuar. Pikë, kaq. E tjetra është ajo që thot Nardi, pra që e plotson ose si thua e qartëson situatën. Ore, në qoftë se ti ke kompetencë, emërimin e shkarkimit, ndërkohë që unë bëj pezullim, ku të kam ndryrën kompetencë. Pra është njësoj si thosh, në qoftë se në një spital operacionin edhe kur në jep doktori, ku të kam ndryrën në kompetencë infermiera, në qoftë se ai nuk ka do dushimet duhet jetojë dhe do t'i bëj një serum. Është si thua për shembull, pa dën urdhën doktori mos e bëj. Janë të ndara gjërat. Në kuptimin e identifikimit të fajësisë, po, ke drejt. Jo, qartë, identifikimit të faktit penal gjatë hetimeve dhe të mënyrës se si do bëjnë këto hetime. Tani çështja ashtu. A ka ndonjë delegitimim të spakut me idenë që masa e pezullimit është e tepërt për një ministre dhe zëvendës kryeministre me fuqinë politike që ka zonja dhe për veprat penale për cilat akuzohet zonja për këto fakte. Se siko logjika nuk bëhet pjesë, po ti nuk e copëzon faktin real, të marrësh pjesën që t'intereson, se ky është spekullim. Nuk mund të marrësh vetëm element. Po edhe që ti nga që nuk është përcaktuar në ligj aty që është shkarkimi, emërimi dhe nuk është përcaktuar pezullimi dhe ti s'mund të gjesh një vakum ligjor dhe përmes këtij vakumi godas. Nëse bën një amendament në këtë ligj dhe thuhet që as pezullimi, çfarë do bëj gjykata në kontratën e punës se mund me një punëmarrësin tënd, nëse ti nuk e sakson sa orë është dita punës, pa 8, 6, 5, çfarë mund të thuash më nëse unë për 2 orë? Dakor, jam, problemi është ky që prandaj kryeministri ka çuar në gjykatë kushtetuese. Kryeministri ka marrë rregullimin e kodit procedurës penale se e kishte për reformën e tij. Kryeministri thotë kjo është ndërhyrje në kompetencat e mia. Maleta ta mbaroj. Edhe jo të lutem sa do të Po bëni shumë teknike. Kjo është shumë po futet shumë teknike diskutimi dhe realisht kur bësh shumë teknike nuk e kuptojnë njerëzit. Diskutimi është shumë i thjeshtë. Qeveria Rama po i thot SPAK dhe GKK-s, hetoje Belinda Ballukun. Po të duash edhe arrestoje Belinda Ballukun, kërko arrestimin e saj. Nuk kam asnjë gjë kundër kësaj. Por i thot, ti nuk ke të drejtë ta pezullosh nga detyra, sepse ajo drejt më takon vetëm mua. I takon parlamentit, nuk të takon ty. Që se ke fare ti. Kaq i thot. Pra nuk i thot mos e heto, nuk i thot mos e arresto, nuk i thot mos e gjyko, thjesht i thot mos e pezullo, sepse nuk të takon ty e kam unë. Rama mendon që ka të drejtë, GKK-ja mendon që ka të drejtë, Nardi thot ka të drejtë, Rezi thot kanë të drejtë. Unë them presim gjykatën kushtetuese. Por fakti që gjykata kushtetuese e ka pranuar dhe nuk e ka refuzuar menjëherë, do thot që ka diçka për të shqyrtuar atje. Dhe prandaj insistoj që aty ka një mini fitore politike dhe ligjore nga ana majorancës dhe nga ana zotit Rama, sepse është pranuar. Pra gjykata thot prit pak, ka parë palët, ka parë dhe kushtetutën, dhe ka diçka që duhet interpretuar këtu. Ky është gjithë diskutimi. Diskutimi nuk është ne një kaq, ne një aq, ne një kaq, nuk e vendosim dot ne. E vendos gjykata kushtetuese, por fakti që e ka pranuar kushtetuesja
mund të jetë edhe sinjali që ajo e ka përcaktuar se çfarë do ndodhi në datën 22. E dyta, mua nuk pëlqen, se i kam parë edhe disa media tjera që dalin emrat e gjykatësve, ky ashtu, kjo ka dhënë atë, kjo ka dhënë këtë. Aq më mirë që ka debate, more. Aq më mirë që ka dhe në gjykatën kushtetuese ka debate për çështje të caktuara. Kjo s'do thotë që njëri ishte shitur, tjetri ishte i blerë. Pse ti na temojmë ata njerëz? Shqyr që ka debate. Po si vendosen gjërat? Kush e bëri këto? Po se kam me ty, po. Po më çe me këtë. Po ç'ke e bur? Po ti me mua jeni. Po në flasë me publikut. Po flasë me publikut apo pse çdo gjë me ty? Jo më fliti me publikun kur je me mua prezento. Kur mos je mua, po duhet të publikut tani, po jo më jo, si do të shaj tani. Ç'ke këto? Tani ti ne po mbajmë lart diskutimin. Po lart po e ule shumë. Mos kalojmë te këto sharje te këto. E ule shumë. Ti e ule mua bëj thashë temesh. E ule. Vazhdo. Tani, vetëm ndërhyrje. Po. Kemi folur gjithmonë vetëm ndryrë me një fjalë do. Ora 3, s'ka problem, kemi kohë. Ta po çoj 5. Ti lëm kohë arbrit, ë? Vetëm me një pyetje. Gjithmonë është folur për problematikën e mos ekzistencës së ndëshkimit të zyrtarëve të lartë. Unë vej një paradoks. Sa herë flasim për maca siguri dhe për procesin e zyrtarëve të lartë, pjesa më e madhe tani mbrojtje, tash do ndëshkimin dhe zbardhjen e proceseve penale. Jo, po isha i qartë fare. Se unë këtë skuptoj. Isha i qartë fare në interpretimin e gjërave. Isha i qartë, nuk e di. Po isha më i qartë se kaq s'kam qenë ndonjëherë. Dhe ti çuditërisht ku jam shumë i qartë nuk e kupton. Jo, nga cila anë je? Se di pse. Je për ndëshkimin e korrupsionit shtetëror? 100%. Apo je për mbrojtjen e korrupsionit shtetëror? Po tani kjo është një pyetje shumë naive. Po, kur i bën ata që korruptojnë. Ti ke emision vetë tash. Pyetje të tilla. Unë avokat jam dhe Megjithatë ka një gjë. Kjo nuk ka diskutim fare. Të gjithë ata që vjedhin lekët e taksapaguzëve në burg të përballen me drejtësinë absolutisht asnjë gjë. Po, dhe që shkemi brazin tender. Këtu nuk ja vlen të humbasim kohën, por ajo që them unë është kjo. Dhe ai që është diskutimi në rastin konkret, Jo, në rastin konkret kush është? Përplasja. Nuk është përplasje krijuar nga mua. Apo jo? As nga ty, as nga ne. Është përplasje e iniciuar nga një sistem drejtësie i cili përballet me politikën. Pa ti besoj se kryeministrave ka drejtë kryeministri. Unë besoj, jo, nuk besoj asnjërin as tjetër. Unë do besoj atë që do thotë gjykata kushtetuese, sepse shikoj profesionalizëm nga ana e tyre. Por unë besoj një gjë. Dhe logjika ime kush është? I kthejmë asaj që kam thënë në emisionet e kaluara. Nuk më pëlqejnë eksperimentet, sepse Rumania, vendi ku është bërë herë fundit ky eksperiment, në argun kohor të 15 viteve, shkoi më mbrapa se çfarë ishte para 15 vitesh. Këtë po them. Ja do dalim edhe te Rumania, mund të flasim. Jo për Rumaninë. Ka filluar protestat Ka filluar protestat atje, sepse çfarë ndodhi? U bë një sistem reforme thellë drejtësie, u larguan gjithë klasa e vjetër politike, dhe erdhi klasa e re politike, për shkak se ishte një eksperiment jo natyral, po e theksoj, ata që erdhën të rinj, në argun kohor të 7 viteve u bën më të korruptuar se ata që ishin politikanë të vjetër. Pra, unë jam për ndryshim. Marsit, po. Jam për ndryshim, jam për drejtësi penale. Por, nëse është me qëllim, duhet bërë se s'bën, këtu pastaj unë kam ndryshimet e mia. Tani, unë kam thënë, situatat ekstreme kanë nevojë për zgjidhje ekstreme. Situata ekstreme e Shqipërisë kanë qenë 2. Një, konsolidimi i elitës vjetër politike, 2, korrupsioni. Dakor? Dhe gjithë problemet e tjera që rrjedhin në çdo strukturë derivojnë nga këto. Kjo është logjika. Kjo është logjike saktë. 2, tani kur flasim për goditjen e këtyre 2 fenomeneve, që janë nga fenomenet më të vështira që ku ka filluar ekzistenca e shtetit, pra konsolidimi i autoritarizmit, nuk kanë si në cilën formë ndodhme, në monarki, në demokraci, në mbretëri. Ajo që ka rëndësi është që a konsolidohet pushteti në mënyrë të jashtëligjshme, pra duke u përdorur qeverisja, jo fryma e ligjit, dhe dyta, a mbahet kjo gjë nëpërmjet korrupsionit, pa ideja që pse duan kaq shumë pushtetit në shjetesa e mirë para të ardhurat, sepse nëpërmjet tyre janë karburante që të mbahet ky fenomeni. Tani u kërkua që SPAK-u, detyrën kryesore kishte goditjen e zyrtarëve të lartë korruptuar, sepse mendohet që te pjesa e trekëndshme midis biznesit, politikës edhe krimit, maja e piramidës janë politikanët, pra nuk qëndron vetëm te korrupsioni, qëndron që kjo si edhe efekte të tjera. Çfarë ndodhi? Ndodhi që u krijua pra SPAK-u, me gjithë mijat e këqijat e veta, unë prapë vazhdoj ta besoj që është fenomeni më institucional të 35 vite, kritika pafund kemi bërë bashkë me Leonardo. Tani çfarë vjen? Vim në një pikë që ngrihet steka, filloi nga drejtorët e thjesht, sekretarët përgjithshëm. Po shkohet te zëvendës kryeministri. Shkoi deri te zëvendës kryeministri. Para një viti e gjysmë thoi kjo, që këta nuk janë gjë, problemi është një Erion Veliaj, Belinda Balluaj dhe Rama.
Ka qenë kjo qendrimi publik. Ja që u shkuat te Erion Veliaj, ja që po shkohet te Belinda Balluku, ja që kemi dhe tendencionin që besohet që mund shkojë te Rama për faktin se pjesa më e madhe e analizëve, gazetarëve thonë që ky president është i rrezikshëm, se nesër pas nesër mund të kërkojë mas pezullimi edhe për kryeministrin, i cili është i zgjedhur, njësoj si Belinda Balluku. Tani, ose je prandaj bëra pyetjen atë lloj forme të tilla arbrit, ose jemi në dëshkimin e korrupsionit, dhe ti realisht korrupsion quhen atë që ka pushtetin, ai mund ta bëj korrupsionin. Nuk ka Flamunoka me gjithë zezat e veta nuk bën dot korrupsion, se sekretari i përgjithshëm i partisë që është në opozitë. Korrupsion mund të bëj kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, drejtorët, se këta kanë pushtetin, këta kanë kompetencë, çfarë kompetencë ka opozita? Nuk ka kompetenca opozita. Ose kur arrin drejtë sa ne dyshojmë që bën korrupsion opozita që merr ka leje se kjo është ajo që flitet edhe ka interesa të tjera, ore ti kupton këtë që se ka me firmë dhe me vule, ky që ka me firmë me vule tu dyshon, që ka ndërhyrjen kompetenca. E kupton ku është paradoksi, unë për këtë paradoks flas. Se unë këtë se kuptoj. Ore kjo është logjika, se ajo është pjesë e ka arbri përgjigje. Po, atëherë avim retorik mund thotë sa dy arbri, unë diskutim. Medalja ka dy ana apo jo? Kemi një sistem drejtësie që ti e mbështet dhe unë e mbështet, një SPAK. Jo, ka një fenomen, unë mbështet fenomenin e të vërtetës dhe të drejtës. Po, shumë mirë, dy anë. Pra ti mendon që ka të vërtetë absolute. Jo. Ka të vërteta faktike. Faktike. Po. Që janë gati absolute. Se kështu janë. Faktiket janë absolute apo jo? Absolute universale vetëm Perëndia ka. Bravo, vetëm Perëndia ka. Vetëm Perëndia është absolute. Se duhet dalë mund tjetër. Ore, jemi në dëshkimin apo jemi absolutisht. Marsili po thotë, a ka korrupsion? Jo, diskutimi reduksionizmi kjo është. Arrim në dy nivele vëlla. Diskutimi nuk është. Jo, diskutimi nuk është po jo. Unë me logjikën e Geliane, edhe po dhe jo. Diskutimi nuk është po jo, diskutimi është po, por. Jo. Ti thua pjo. Jo, unë them po, por. Kjo është pjo. Pra, që do thot, neve për hir të kësaj situate që the ti, nuk mund të lejojmë një institucion, ose dy institucione, ose një pushtet, po duhesh ti, i cili të tejkaloj të gjitha ato që janë elementet e demokracisë, që ka të bëj ndarja e pushteteve, check and balance, ajo që ka të bëj me demokracinë, thelbin e demokracisë, se thelbi i demokracisë është vendos shumica dhe kalojmë më pas të ndarja e pushteteve. Për sa kohë ne kemi themelin e shtetit shqiptar kështu dhe e kemi ndërtuar në bazë modelit europiano perëndimor e tjerë, ne nuk mund t'i japim të drejtë një institucioni, edhe pse mund të ketë të drejtë morale, që të tejkaloj procedurat ligjore. Pra, e drejta morale nuk duhet të mbështetet në shkelje të drejtës ligjore, zotri. Unë këtë po them, të gjithë të korruptuarit në burg, por me ligj, jo me moral, sepse ne mund të rrim dhe të debatojmë nga mëngjesi ndarë këtu. Kemi një klasë politike. Po, me moral dhe isha në kishëm, se isha avokat. Jo, po, në rastin konkret, të qenurit kaq absolut në mbështetje të një institucioni, pa patur më keq akoma. Jam kategorik, më ndaj kategorinë. Të qenurit kategorik. Në proces gjykatës nuk thot dot jam edhe me akuzë, jam edhe me mbrojtje. Ja, po s'jemi gjykatë. Jo. Ti si avokat, ne si qytetar, logjikës gjykatë. Ti si qytetar. Është ose është. Ti si qytetar, si avokat, si intelektual i ri. Tan poezi. Ti jo, s'është poezi kjo. Absolutisht. Kjo është demokraci dhe qytetari. Shiko. Un kam vetëm një shqetësim. Çdo lloj si gazetar, je gazetar me nivel. Unë nuk dua logjika gjë, o qëndron ose qëndron. Ajo që dua unë, se verifikoj do tunë ato mo. E verifikon drejtësia. Ajo që po them në shkjo, nuk mundet në premisa të duhura morale të shkelësh ligjin. Ta shikojmë se kam një insert që lidhet me ato që deklaroi Rama dje, që është prezenca e le të themi agjentëve të BKH-s në kryeministri me patlake, thot kryeministri, avokat e ke direkt fjalën. Insertin regjia. Tokat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit të drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit të shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes dhe sa përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokurorit e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe SPAK-un. Një shprehje e urtë italiane thot due indizi non fanno una prova. Dy indicie nuk përbën një provë.
Çka sot në fakt po të shohësh se si fajsot njeriu me xhelisin ton politike mediatik përbëjnë jo një provë, po dy dënime. Por unë nuk do të ndjek kursesi logjikën e mbrapsht të dënimit me indicje, as në të rast, po do të mbetem tek bindja se këto dy indicje të shqetësuese nuk provojnë se protagonistët e pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave